O vllaj, o Danoqo, stop! Zbriti vllaj pari dhe na prit atje që të zbresim ne, dit para. Parkosh I qik shu ti na hajk që të zbresim ne këne. Jo, do shkosh ta I, do e fusësh turinin pak shu që të zbresim ne këne na kapi. Baby G, hajde. Bëj një foto. Jemi këtyre Baby G. Në na çosh I xhira. Si lloj presidencial. Super, foto bëjmë. Po, me ty po flas. Me ty po flas, heni. Ikim. Ec. Ikim. Ua, sa e rënd kjo. O printim. Po në verë ka këtu? Po kjo është një fuqi ka 3 kuintale. 10 ton verë këtu. Shë. Ja këtu me liri të ndrekë dhe të roj. Ja kash. Mendova se ishe Gerta. Sa bukur këtu. Marë në të kënë të mbushtë, ja këtu bre. Ja këta e dua unë për shembull. I love it. A ka dua shumë bravo. Te di. Kam bërë që kemi. Quf! Sa herë këndshme. Po. Kështu jetoja unë të ferma me këtë herë, me sobat. Një muaj e gjysmë sobat të rritë për ditë. Se unë I pastroja. Pastronin bajgat, glasat e zogjve, pulave. Po, ka dalë? Jemi të kazerma e Cerene dhe mua më erdhi një qinj që vogël dhe më fut në gjithë. Kishte ftohtë, pa jo nuk e di që në da ha tani. Servët në shtëpinë e gjithë shqiptarëve. Në kazermën e I Shpesheu. Tani do të prezantojmë të gjithë Bujtinën dhe në fakt duket si një qytet e vogël. Hajdeni me ne. Në det kulbara qaj fluturin, si këna jon të mar. Këndojmë në lartë me dashuri, moja arbërin. Të paratanë me breng të lartë. Këtu jemi në një nga shtëpisat e kazermës, por duke qenë se ne nuk patëm shumë mundësi që të eksploronim çdo gjë, Ne ju sugjeroj që të vini një ditë ose gjatë fundjavës të shizat që të keni hapësirë të eksploroni gjithë ambient, gjithë territorin se është, më besoni, shumë I madh. fantastik. Te Cereni edhe mielin vete bëni, asgjë nuk bleni, jo? Te kazerma. Oh wow, so kjo është kuzhina e famshme ku gatun mama e Ismetit. Nëse ëndra e dhëtës time do merrte formë, do kishte marrë eksaktësisht të formë, këtu do të kisha jetuar. Dhe që ta shihoni këtë përvoj, po me val të gjata, hajdeni me ditë se pastaj ju zë nata. Gëzuar! Këtejnë e dhe gëtirën ma thanë, mes të